kon kandidaturës për Tiranën, artikulimin që kishte për zotin Braçe. Po Andoni. Po. Jo, thash kur solla rastin e zotit Basha. Ai nuk është se bëri ndonjë gjë për Tiranën, madje të themi do mbahet mend që nuk ka bërë në pothuajse asgjë. Por interesant ishte që të paktën thoshin mbrojtësit e tij nuk shkojnë në shkatrimin e Tiranës. Dhe këtë logjik po mendoj që kanë njerëzit tani të ndryshojnë një 4 vjeç në sensin që Tirana të mbylli këtë pjesën frenetike të ndërtimeve gjigante, të cilat ne po i shikojmë nuk është se janë rentabel ose të shikojmë që të kryejnë ndonjë funksion, dhe të ruhet qyteti, të ruhet pjesa e gjelbër edhe tjera me radhë. Dhe afrimi i zotit Braçe, që është një zë vazhdimisht kritike Partia Socialiste, po mendoj është zgjidhja më e mirë për momentin për socialistë. Mund të bëj një pas zoti Rama, kur mund të shohë edhe pëlqyeshmërinë, se unë besoj që do bëj sondazhe të brendshme siç funksionon gjithmonë Partia Socialiste për të parë si mund të peshohen dhe kush mund të përqafohet dhe pranohet më shumë në bazë. Manastirliu apo Braçe? Zoti Rama i ka besoj sondazhe. Zoti Rama e drejton në mënyrën e tij shumë mirë Partinë Socialiste, në mënyrën se si ai do Partinë Socialiste. Por problemi i tij është që zoti Rama ka një siguri të tillë kaq të madhe sa mendon që çdo kandidaturë e tij, që është besnike e tij, pa çfarë do lloj vështirësisht të ketë, thjesht mendimin e tij që do dalin fushate e tjera, mund t'ia dalin. Dhe ky është handikapi shumë i madh që po është tani përballë zotit Braçe. Ose mund ndodhi diçka e tillë që zotin Braçe t'ia lën Tiranën që ta përballë vetë. Unë besoj që kjo është luks i madh për Partinë Socialiste. Atyre u duhet patjetër që në këtë 4 vjeç të mbajnë Tiranën dhe mbi gjitha të kthejnë të kthejnë peshën e vëmendjes përsëri ke partia e tyre, e cila në momentin që po flasim mbart mi vetë akuza pafund për korrupsion dhe shumë elementë tjerë. E qartë. Andoni, në një kohë që duket se po shkon dhe drejt zgjedhjeve vendore, Partia Socialiste, kryeministri Rama ka mbledhur kryebashkiakët dhe duket se po punon intensivisht. Tashmë ka dhe këto takimet në disa njësi në Tiranë, por besoj do të shpërndahet edhe në qytetet e tjera. Në ana tjetër, Partia Demokratike ka artikuluar që do të ketë proces zgjedhor, por besoj duket është një vëmendje tjetër ndaj zgjedhjeve të brendshme sesa ndaj situatës në bashkitë e vendit. Apo eci paralelisht, sa larg është Partia Demokratike për të kapur paksa ritmin e Partisë Socialiste dhe për të qenë pranë zgjedhjeve vendore me një kandidat të mirë zgjedhur, me një kandidat potencial dhe që heto baza? Po, Partia Demokratike ka një fat në zgjedhjet e ardhshme, që është fati i konsumimit shumë të madh të Partisë Socialiste. Dhe ata e dinë shumë mirë këtë. Dhe interesi më i madh është që të mbyllet procesi i zgjedhjes të zotit Berisha me sa më pak kundërshtim dhe me sa më pak ndarje, se unë besoj që do ketë probleme për këtë. Dhe pastaj të fillojnë procesin e zgjedhjes së elementit i cili do përballet për Tiranën. Nuk do jetë e lehtë për ta, por në mendimin tim ata ka kohë që janë mësuar me këtë lloj situate dhe gjëja që më shqetëson personalisht është që ata nuk është se duan shumë ndryshimin, sepse bashkoj me ju te kjo që ata duhet fillonin tash dhe duhet punonin në disa fusha paralele. Domethënë duhet punonin për Tiranën, duhet të kishin bërë të dukshme tani problemet e Tiranës, qytetit, dhe të kalonin në sit kandidatët më potencial që në mendimin tim tash mbasi e sakrifikuan njerë zotin Ali Mehmeti, mbasi e sakrifikuan dhe zotin Binaj që s'kishte staturën në mendimin tim për ta mbajtur Bashkinë e Tiranës. Duhet të gjenë një personazh, megjithëse prap mund të kthehen kandidaturës së zotit Ali Mehmeti, që të ketë dhe besimin e zonës gri. Se sa do arrin ta bëjnë këtë, kjo do duket nga zhvillimet e këtyre ditëve dhe nga mënyra se sa pa probleme do dalin nga zgjedhja e tyre kryetare. Nëse do vazhdojnë në këtë rrugë, zona gri prap të jetë shumë indiferente ndaj tyre. Prandaj zoti Braçe ka bërë gjën e mirë që po fiton nga, të themi, angushtëtia e të dyja forcave që
mbasi të shpalli kandidaturën e vet, të shkojë në një hap më të përtembë dhe të filloj të adresoj problemet reale të Tiranës, po dhe kapacitetin e tij bashkë me ekipin e tij në hije për t'i përballur këto probleme, sepse për qytete si Tirana nuk mjafton të thuash që dua ta drejtoj unë Tiranën, po duhet të kesh kapacitete për ta mbuluar këtë. Dhe me çfarë shikoj që Partia Demokratike kanë marrë me shumë sportivitet. Po thuaj se nuk është se po punojnë për diasporën, ku Partia Socialiste vazhdon punën e saj. Dhe aq më shumë për zgjedhjet lokale ku duan të përfitojnë thjesht nga kjo konsumimi i madh i Partisë Socialiste dhe fakti që një pjesë e kryebashkiakëve kanë probleme me drejtsinë. I qartë. Sa i takon situatës në Partinë Demokratike, 17 prilli do të jetë data tjetër për organizimin e protestës kombëtare. Përpara flisim për ngushtim të intervaleve kohore, kur